Ja vazhdojmë tani me një tjetër recet. Ta lëm këtu byrekun, ta pjekim pak më vonë, sepse t'i lëm pak kohë më tepër atyre mafisheve të dikurshme për të pjekur, sepse ato duan një temperaturë më të ullët, e 100 gradë Celsius, dhe byreku do një temperaturë më të lartë, 200. Kalojmë tek patatet? Tani kalojmë tek patatet. Si dikur, unë amblithe nëna me patatet të skuqura që shtonte edhe një vezë i përzinte, shtonte edhe ca djathë që do ta marr pak më vonë. Ajo recetë është. Atë do bëjmë. Ajo recetë është. Vendos vajin që të nxehet. Pra patate të skuqura me vezë. Patate me vezë, si dikur. E le të ngrohet duke i vendosur kapakun. Marr një tas tjetër. Sepse dihet që patatet i vendosim në ujë. Tani faktikisht un kam jo do ta lë për recetën tjetër këtë, nuk do të përzjemi me po. Sepse kam afishen këtu. Shtoj vezët. Më duhen diku te 3 vezë. Kripa. Piper. Iku dhe kjo, këtu. I përzjejmë pra vezët dhe i pikullojmë ato patatet. Sepse duhet të ngrohet vaj, nuk mund të punoj me vaj jo të ngrohur. Do t'i bollshëm në tigan dhe t'jetë dhe i nxehtë. Largoj ujin. Po. Do t'i largojmë ujin dhe do t'i kullojmë, do t'i thajmë pak më shumë, që të mos na kërcasin, edhe pse është një truk i veçantë, për shembull kur nuk duam që të spërkatet shumë me të kërcasin, i shtojmë kripën aty tek vaji dhe e reduktojmë këtë pjesë. Prapë sikur nuk ishte shumë i nxehtë vaj, apo e mori atë nxehtësinë. Ani do bëjmë edhe pak hile se s'kemi ç'a bëjmë. Në shtëpinë e presim, kurse në emision nuk mund të presim aq kohë sepse ikin edhe minutat ikin. Tamam, patate shpije janë dhe të plota të trasha, jo nga të hollat fare. I kriposi mirë. Dhe i lëm të skuqin edhe zihen pak sa bashk. Po, pra edhe të marrin pak ngjyrë, edhe të marr pak fikën. Veza pastaj shtohet nga fundi, besoj, kur të jenë skuqur dhe të kenë kaluar fazën e parë. Do të ketë dhe qep? Do t'ja shtosh edhe qepën bashkë me vezën? Okej. Një qep e gririmët shtuar gjatë skuqjes së patateve, pra i sjellim pak ndryshe, patate me vezë, patate të skuqura quhen, por kanë dhe vezën, kanë dhe pak qep. Provojmë një shije ndryshe, një eksperiment tjetër në shijet e kuzhinës. Dhe avash do të sjellim edhe mafishet, për të cilën do të tregojmë edhe se si bëhen, është një nga mënyrat e vjetra, recetat e hershme, pra imët, të cilat janë në furat e bukës, në pastiqeri, gjejmë kudo ato mafishet. Faktikisht, kemi pa në YouTube që i bënjo me qese, me korneto, me këto. Unë doja të silja ashtu si i silnim si dikur. I përzijej pak, ato janë dhe të prera pak trashë, që të dëm pak kohë të piqen. Më njanë dhe kaloj këtu, tek pjesa tjetër. Ma jep mua tepsin, se do të vendosim për të pjekur pak më vonë, byrekut.
Jemi rikthyer në kuzhinën tonë për të vazhduar me recetat, me gatimet. Kemi sjell mafishet i përgatitëm i vendosëm për të pjekur byrekun me perime, me pul, duke u pjekur gjithashtu në furrë, dhe patate të skuqura në një formë tjetër me vezë, edhe duke i shtuar dhe një kokorqep të prerë të gririmët. I kemi lënë të skuqen për të marrë ngjyrën, për të qenë krokante jashtë edhe të buta brenda, dhe kjo është arsyeja pse i kemi prerë kështu trash, jo të holla fare, që të i kenë atë butësim brenda dhe krokantet. Normalisht, edhe qepa nuk kërkohet që të skuqet, do të zbutet fare, të ketë pak atë shijen, prandaj dhe kam prerë imët. Pakës fare kapakun dhe tani do t'i shtojmë vezët. 2-3 kokra varësisht të sasisë së patateve. Mirë i bën. Shumë pak. Kaq. Pra pasi të ketë mbaruar skuqja e plot e patateve, sepse veza 1 minutë do aty për të mpiksur, për të skuqur, do ja shtojmë dhe kemi sjell kështu një variant ndryshe edhe për mëngjes mund të jetë, edhe në vaktin tjetër, pra në vaktin e drekës. Të lëmë të pikset edhe veza, dhe mund t'i shtojmë edhe djathin pastaj. Piksje. Ja. Kësaj mund t'i themi asaj recete, gjithmonë kur kemi patate, buke e gjellë, pra që ka çdo që edhe proteinat i kemi marrë, edhe patatja kemi thënë që është shumë e mirë, edhe gjithmonë duke i moderuar sasit, kështu që gjithçka është gati. Do ta servirim, edhe shumë pak sekonda do ta lëmë sa të bëhet piksja e dur e vezës, dhe e servirim. S'ka nevoja. Thjeshta. Po tash ikni qepa, edhe pse zbutet. Gririmët është bërë transparent, është fare pa dukshme aty. Është i ka shtuar shijen recetës. Në ato ditët kur ju nuk keni vendosur dhe nuk keni gatuar diçka, patate vezë djathë kemi të gjithë dhe mund ta përgatisni një recetë të tillë. Përfunduam para patate të skuqura me vezë, qep, duke i shtuar sipër edhe copa djathi të thërmuar.